Kur qyteti i Vlorës ishte përgatitur për nisjen zyrtare të sezonit veror, rreshjet e dendurat të shiut të rëna përgjatë së premtes kanë prishur totalisht planet. Rreshjet e shiut të filluara prej orëve të mëngjesit kanë prishur planet jo vetëm të institucioneve, por edhe të bizneseve lokale, ku subjektet ishin bërë gati për nisjen zyrtare të sezonit veror dhe për të pritur klientët e parë, pse jo edhe të huaj. Krahas përgatitjes së institucioneve lokale edhe bizneset për nisjen e sezonit, rreshjet e shiut kanë shkaktuar në qytet një sër problematikash të tjera, duke qenë se një pjesë e konsiderueshme e bizneseve kishin filluar të nxirrin në Bregdet, çadra dhe shezllongët. Rreshjet e shiut dhe era e fortë ka dëmtuar disa prej tyre në të gjithë vijën bregdetare, nga Zvërnesi në Radhim dhe Orikum. Shumë të tjerë të cilët kishin parë parashikimin e motit kanë nxituar të largojnë prej Bregdetit çadra dhe shezllongët për të mos rrezikuar më pas dëmtimin e tyre. Madje, si rrjedhoi erës së fortë bregdetare me intensitet mesatar deri në të lartë, ka patur rrëzim të disa tabelave në qytet, të cilat ishin vendosur ditët e fundit për aktivitetin e Giro d'Italia. Tabela këto të cilat janë rrëzuar në trotuar apo në segmente rrugore, për të cilat është dashur më pas ndërhyrja e punojësve të Bashkisë së Vlorës për t'i larguar. Gjithashtu, si rrjedhoi e motit të përkeqësuar, ka patur në qytet dëmtime të pemëve, kryesisht të llojit pish përgjatë shëtitores lungomare, por edhe në brendësi të pyllit të sodës. Gjithashtu, dëmtime ka patur edhe në disa biznese, kryesisht në pjesën e jashtme të tyre, në vazo të luleve, karige, tabela, të cilat i posedojnë këto biznese, dëmtime që kanë ardhur si rrjedhoi e erës së fortë, megjithse këto janë dëmtime minimale. Krahas problematikave, moti i përkeqësuar në qytet ka ndikuar edhe në shtyrjen e koncertit festiv, i cili do të organizohej për çeljen zyrtare të sezonit turistik në Vlorë. Koncert ky, i cili ishte parashikuar të zhvillohej këtë të premte në mbrëmje, ku ishin të ftuar emrat më të njohur të muzikës në vend, por si rrjedhoi e shiut, Bashkia e Vlorës ka shtyr eventin. Koncerti festiv i sezonit turistik do të zhvillohet përgjatë së shtunës të mbrëmje, ku parashikimi i motit tregon se do të kemi kushte atmosferike tepër të qëndrueshme.